sa që njeriu kur të bajnë pa drejtësi, ose paria kur të bajnë pa drejtësi, ose shteti kur të bajnë pa drejtësi, është armiku i vetit, edhe pa e kuptu hyç vet ai, fillon edhe gërmon, si i thonë, temelet e veta derisa të shemet. Kërkush nuk ka nevojë mu marr me te, ajo është u marr me vetin, ajo të shkatrua vetin. Popujt para jush u shkatruan sepse kur dikush nga paria, nga ata me pozit, villte nuk e dënonin, ndërsa kur dikush i dobët villte, ata e zbatonin ligjin me njëherë. Pra një prej shenjave të shkatrimit të një popullit, një prej shenjave të rënjes së civilizimit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet, adhurimet, nënshtrimi absolut i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë. Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë uzon Allahun rrugën e drejtë, nuk ka kush e devion, dhe kë devion ai nga rruga e drejtë, nuk ka kush e uzon tjetër përpos tij. Salavatet, selamet, përshëndetjet e sinqerta, të përzemërta, të begatshme i shkojnë ma të mirë të njerëzimit, shembullit ma të bukur për njerëzit deri në ditën e Kiametit, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuar xhamat, Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin e Kerim ka urdhëruar kështu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Ja është drejtu atyne që e besojnë Allahun. Pra atyne që e kanë pranu besimin, e kanë pranu udhëzimin e Allahut, e kanë pranu fjalën e tij. Thot kështu: O besimtar, bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emrin të Allahut, qoftë edhe kundër jush, ose kundër prindve dhe të afërmve tuaj, qoftë i pasur ose i varfër, ai për të cilin dëshmoni, Allahu është për ata vlerësuesi ma i drejtë. Dhe mos shkoni pas epsheve tuaja e të shtrembëroni drejtësinë. Nëse ju ngatroni dëshminë ose i shmangeni asaj, vërtet që Allahu e di se ç'a bani ju. Pra, drejtësi, drejtësi, drejtësi. Thot Zoti, edhe nëse është kundër jush, ju dëshmoni për hatër të Allahut të drejtën. Mos bani dëshmi të rreme. Drejtësia është ndër gjanat themelore dhe ndër emrat më të mëdhej të Zotit. El adl, drejtësia. Zoti është adil, pra është i drejtë. Dhe cilësia që del më tepër në pah e Zotit, pra që është absolute dhe që nuk ka, pra nuk fal as pak Zotin në këtë aspekt, është drejtësia. Dy gjana, pra dy emrat Zotit kanë me kanë mbizotrus në ditën e gjykimit. Njani prej emnave ka me kanë i drejti, dhe njani prej emnave ka me kanë i mëshirshmi. Këto dy emna kanë me kanë mbizotrus në ditën e gjykimit, sepse Zoti vepron me emnat e tij, vepron me cilësitë e tij, me sifatet e tij, pra si quhet. Na shpresojmë që Zoti të veprojnë me ne në ditën e gjykimit me mëshirën e tij, sepse të gjithë kena gabime dhe gjunahe dhe ndoshta bëme na llogarit me përpikmëri, ndoshta edhe nuk e fitojmë ahiretin. Zoti na fal dhe na udhëzoft. Ama shpresojmë që Zoti me mëshirën e tij me vepru me ne dhe me na fut në xhennet. Po gjithsesi tema jonë e sotme është drejtësia, roli i drejtësisë në Islam dhe në jetën e njeriut, dhe rëndësia e madhe që i ka dhënë Zoti drejtësisë. Pas çlirimit të Mekës, një grua kreu një vjedhje. Kjo i shqetësoi Kureshët sepse duhej t'i pritej dora, sepse urdhëni kuranor për me që zbatohet, domethënë për atë që vjedh, është premja e dorës. Edhe u shqetësuan njerëzit. Jo dhim, ajo gru, edhe ata kërkuan dikë që mund të fliste me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe zgjodhen Usame bin Zeidin.
Usame bin Zejdi ka kanë një djalë shumë i mirë, një djalë shumë i përkushtuar dhe një djalë shumë i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Baba i tij Zejdi ka kanë i birësumi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por kur erdhi urdhëri që çdo kush duhet me ju atribu familjes tij, pra kur u ndalu që me thirr namën të Muhamedit, pra Zeid ibn Muhammed i kanë thonë babës tij Usames, sepse ai rritën në shtëpinë e pejgamberit, nuk i kishte prind, i kishte diku në një vend tjetër sepse ky kishte ra rob. Edhe kur Allahu e ndaloi që me i thirr ata të birësumt, me i thirr namën të këtyre që e kanë birësu, jo, thirrni në emrin të familjes së tyre të vërtet. Edhe gjithsesi Zeidi ka zgjell, edhe kur e gjeti familjen, ka zgjell që mëndaj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra i tha babës që unë nuk pa vi me ty, pra unë do mëndaj këtu me Muhammedin alaihi salam. Edhe ka jetu me te deri në fund të jetës, domthonë kanë jetu afër. Djali i tij Usamja gjithashtu ka qenë shumë i dashtën për pejgamberin alayhis salam, njëri shumë i afërt, sepse edhe babën e tij e kishte dashur fort, edhe djalin e tij tesh e duhet e fort pejgamberi alayhis salam. Por mos më him më tepër në detaje, por e shpjegohet që me e njoh se kush është Usame bin Zejdi radiallahu an, kur ai foli, pra ndërmjetësoj, u mundutesh Usamja me ndërmjetësu të pejgamberit duke përdor afërsinë që kishte me te, a thu pa e falim këtë grundesh, se e çunën Kurejshët, e çunën si ndërmjetësues me bë diçka që me anullu këtë urdhërin që më u prej dora. Kur foli Usamja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u zemërua dhe u skuq dhe tha, a ndërmjetëson tek unë që të hell poshtë një ligj të Allahut, edhe pse e duhet e fort, aty u zemru shumë dhe u skuq prej zemrimit. Usame bin Zejdi e kuptoi gabimin dhe i kërkoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bante istikfar për të. Pra u penu, tha, bana një gabim, tha, o i dërguari i Allahut, pra nuk është dasht me ardh për këtë çështje unë te ti, por ban istikfar te Zoti, pra kërkoj Allahut falje për mua. U penova për këtë gjë që bana, sepse nuk mund të ndërmjetësoj për me hell poshtë një ligj të Allahut. Në mramje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe i foli njerëzve. Pra majti një lloj hutbet, një lloj fjalimit siç janë ato majt, dhe ju tha njerëzve kështu. Në gjone se sa të rëndësishme janë këto. Popujt para jush u shkatruan sepse kur dikush nga paria, nga ata me pozit, villte nuk e dënonin, ndërsa kur dikush i dobët villte, ata e zbatonin ligjin me njëherë. Pra një prej shenjave të shkatrimit të një popullit, një prej shenjave të rënjes së civilizimit. Kur paria vjell, kur njerëzit me pozitë vjellin, ligji nuk funksionon për ta. Kur njerëzit e vobekt e të marum, e njerëzit e dopt vjellin, direkt ekzekutohet ligji. Tesh vazhdon pejgamberi alayhis salam thotë kështu: për sa më përket mua, betohem në Allahun në dorën e cilit është shpirti im, se qoftë edhe vajza e Muhamedit Fatimia ajo që do të vjellin, do t'ja pres dorën. Pra qoftë edhe vajza jeme me vjell, thot pejgamberi alayhis salam, edhe Fatimia që e dua aq shumë, edhe ajo bë me bë një gabim tillë, urdhëri i Allahut është i qartë edhe asaj do t'ja aplikoja këtë dënim. Këtë thot Muhamedi alayhis salam që për te kanë lënë kryt njerëzit, domthonë kanë lënë shpirtin, kanë lënë jetën, nuk ja ka bën fjalën dysh kërkush. Ishin të dorëzuar krejtësisht dhe totalisht ndaj pejgamberit alayhis salam, e prapse ky si i pari i tyre, si i plot fuqishëm në aspektin e ligjit dhe në aspektin e drejtimit, prapse e tha vetë që edhe nëse vajza jeme e vjell i gjan, domthonë e vjell aq sa për me ja prej dorën, sepse edhe vjellja ka ata cakun e vet, pra jo kur vjell diçka të vogël, edhe shariati nuk ta pret dorën, po këtu bëhet fjalë për një vjellë që e ka kaluar cakun. Pastaj dha urdhër që të zbatohet ligji dhe ja pren dorën asaj gruas. Por nuk marrën me kaq. Te pejgamberi alayhis salam shikoni se çfarë liderit ka kanë. Ka kanë lider i drejt, ama ka kanë edhe i mëshirshëm. Shivedesh. Në emën të mëshirës nuk e ka shkel drejtësinë, ama edhe kur ka kanë i drejt, manej është sjell edhe me mëshirë. Shivedesh se si vazhdon.
Aisha radiallahu anha tregon, pas kësaj ngjarjeje, ajo gru bani një pendim të sinqert dhe u martu. Herë mas herët vinte tek unë dhe nevojat e saj ja përcjellja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse është ekzekutu ligji, edhe pse drejtësia u çu në vend, nuk u harru mëshira, nuk u harru mbështetja. Në fakt, kjo është shoqëria ideale islame. Ky është ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dhe me kanë ashtu si duhet. Me kanë i drejtë shumë dhe mas me e lëviz centimin në drejtësi, ama mas me harru dhe mëshirën. Se mëshira është një gjë që na duhet shumë neve. Pse ka thonë pejgamberi alayhis salam, mëshironi ata që janë në tokë, në mënyrë se t'ju mëshirojnë ai që është në qiell, pra Allahu xhaleshanuhu. Edhe na që jena këtu në tokë do të veprojmë me drejtësi, ama edhe mos i të veprojmë me drejtësi, mos ta harrojmë mëshirën. Se në ditën e gjykimit ç'a thamë na si e bëmë hymjen. Allahu ka me vepru me një drejtësi të jashtëzakonshme dhe të përpikt dhe të përcipt, ama ka me vepru edhe me mëshirën e tij. Dhe na në atë ditë të madhe dhe shumë të vështirë kena me pas shumë nevojë për mëshirën e tij. Sikur na kena qef në ditën e gjykimit dhe shpresojmë që Zoti përtej drejtësisë së tij të veprojnë me ne edhe me mëshirën e tij, ashtu edhe na në këtë botë jo me kanë arroganta me thonë që e vu me drejtësi në vend edhe me harru mëshirën. Shisa shembull i mrekullueshëm është. Pejgamberi alayhis salam e çoi në vend ligjin që kishte vënë Allahu dhe pas kësaj nuk e harroi mirësinë, nuk e harroi dhëmshurinë, nuk e harroi mëshirën, se ky është epiteti kryesor i tij. Mëshira është epiteti kryesor i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhëmshuria, dashamirësia për njerëzit. Bismillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe ne nuk të dërguam ty përpos se mëshirë për të gjithë botrat. Qëllimi i dërgimit të Muhammedit alayhis salam është mëshira. Ama mëshira nuk do të më bë pengesë drejtësisë. Drejtësia do të më shkojë në vend. Sepse xhamati nderuam, drejtësia është ndër gjanat më të vështira në jetë. Pse është më të vështirë në jetë? Të gjykosh me drejtësi kur dënohen dhe dëmtohen të tjerët është kollaj. Ama kur gjykimi me drejtësi të dëmton ty ose dëmton dikë që ke për zemër, është i vështirë. Kur bëhet fjalë për tjerët është kollaj me kanë i drejtë, se nuk dhem ty. Ama kur bëhet fjalë për ty dhe për të afërmit tuaj dhe për ata që ke për zemër, është i vështirë me kanë i drejtë. Ama Allahu thotë, jini të drejtë, që e lexuam në ajetin kuranor, edhe nëse pra dëshmoni me drejtësi para Allahut, edhe nëse është kundër jush, kundër vetvetes tuaj dhe kundër atyre që i doni. Në këto raste, kena raste shumë, për shembull edhe në ditët e sotme kur njerëzit me pushtet, me pozitë i falin njerëzit e vet. Nuk pahindesh me citu shembuj konkret, nuk ka nevojë sepse ka me qindra shembuj. Në këto rastetesh duhet një besim shumë i fortë dhe i pa lëkundur te Allahu. Për me keni drejt kur bëhet fjalë për vedi dhe kur bëhet fjalë për njerëzit që ti ke afër, këto hin loj besimi i fortë dhe i pa lëkundur. Nëse ti e posedon besimin e vërtet, besimin e pa lëkundur dhe të sinqert në Allah dhe e din se nuk ka çdo gjë që përfundon në këtë botë, por ka edhe botë tjetër, atëherë je i drejtë. Sado që dhem, je i drejtë. Ama nëse je dyftësh ose nuk beson hyç, ose je i lëkundur shumë, mundesh me gabu edhe mas me e vu në vend drejtësi. Prandaj ka pas dietar që drejtësinë e kanë lidh me tauhidin, pra me besimin e pastër dhe të palëkundur. Tauhidi, që do të thotë nuk ka zot tjetër dhe nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut. Dhe tauhidi është një pranu edhe cilësitë e Allahut, emrat e Allahut, me e njoft Allahun ashtu siç duhet. Kjo është tauhidi, me njoft Zotin siç duhet. Ai që e njeh Zotin siç duhet, nuk ka me shku pa keni drejt, se e din se i kompensohet edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Por nëse nuk është i drejt, e din mirë ai që e njeh Zotin se edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër ka mu përball me pasojat e mos drejtësisë tij. Transmetohet se Hazreti Omeri radiallahu anhu ka thënë, drejtësia është themeli i pushtetit. Pra ai që dhe me pas pushtet duhet me keni drejt. Dhe ai që është i drejt ka pushtet. Ai që nuk është i drejt ka pushtet përkohshëm se nëse e man me zort. Po ditën fill sa ti vin momenti
atë ulin poshtë edhe në përkamin. Në fakt, njeriu sa herë që bën pa drejtësi, përgatit fundin e vet. Aq mahnitshëm e ka vendos Allahu ligjin e jetës, sa që çdo pa drejtësi është lëkundje dhe kur ajo shtohet, shem ndërtesën e vet. Simboli i drejtësisë është peshorja. Kur drejtësia, lëkundet peshorja, lëkundet ekuilibri. Zoti aq bukur e ka kriju këtë botë, aq bukur, me ligje aq të mrekullueshme si njeriu i ka vështirë mi kuptu, sa që njeriu kur fillon e bën pa drejtësi, nuk ka nevojë për armik, sa është armiku i vetit. Aq bukur rregullohen ligjet në ligjet e jetës, si ka vënë Zoti në jetë, sa që njeriu kur të bën pa drejtësi, ose paria kur të bën pa drejtësi, ose shteti kur të bën pa drejtësi, është armiku i vetit, edhe pa e kuptuar hyj vet ai, fillon edhe gërmon, si i thonë, temelet e veta derisa të shemet. Kërkush nuk ka nevojë mu marr me te. Ai është u marr me vetin, ai të shkatrua vetin. Janë shumë të çuditshme këto, me të vërtetë. Domethënë, bu me i thon dikujt, na shpjego se si bëhet, s'dim me shpjegu. Zoti aq bukur e ka kriju. Aq bukur e ka kriju universin. Sa që çdo gjë ka vu në balancë. Ka thonë, "Wa wada'al mizan" te sura Ar-Rahman. Pra ai ka vendos peshoren, ka vendos ekuilibrin në univers. Nëse ti e cënon ekuilibrin, e cënon drejtësinë, jetu shem vetin, jetu shem ndërtesën tënde dhe jetu pru fundin tënd. Prandaj drejtësia dhe drejtësia është themeli i pushtetit, është themeli i të qenurit në rregull, të qenurit njeri i baraspeshum. Normalisht që kur citu me fjalën e Hazreti Omerit radhiyallahu an, ai ka pas për qëllim institucionin më të madh njerëzor që është shteti. Pra institucioni më i lartë njerëzor, institucioni më i sofistikuar njerëzor dhe më i pushtetshëm është shteti. Dhe Hazreti Omeri e ka pas për shtetin. Prandaj ai është quajt i drejti. Hazreti Omeri është quajt shumë i drejtaj. Pra epiteti i drejtësisë është simbolizuar me Hazreti Omerin, sepse aq i dhanën dhe aq ka pas frikë mos cënohet drejtësia, sa që janë me 10 shembuj që bihen prej tij. Ama fjala e tij mund të aplikohet në çdo sferë, duke fillu nga gjanat më të mëdha dhe duke mbaruar deri tek gjanat më të vogla. Për shembull, edhe në punën ku punon njeriu, ai që është në krye, nëse bën pa drejtësi, e lëkun punën. Pra një kompani, nëse ai në kry bën pa drejtësi, ashtu pru fundin e vet, se ashtu lëkun ekuilibrin që ka puna, ekuilibrin që ka stafi. Pra kur ti humsh ekuilibrat e stafit dhe të punëtorëve, puna fillon te poshten. Edhe kryetari i familjes kur bën pa drejtësi, e lëkun familjen. Pra shisa i bukur është ekuilibri. Dhe garancia e ekuilibrit është drejtësia. Kur ti dallon mes familjarëve tuaj, dije se edhe ajo familje merr për te poshtë, se fillojnë mosmarrveshjet, fillojnë xhelozia, fillojnë hasedi. Është e njoftën dhe shumë e famshme historia që e ka përjetësuar Allahu në Kur'an, historinë e Hazreti Jusufit alayhis salam, që vëllezrit prej xhelozisë, baba e dote fort, Jakubi alayhis salam e dote fort Jusufin alayhis salam, bante shumë masti vëllezrit e xhelozunën. Prandaj duhet me pas kujdes mes fëmijëve, me kanë të drejtë. Drejtësi është edhe kur burri qyr e kujdeset për njerëzit e vet. Çfarë do të thonë kjo? Burri kur martohet, fillon e largohet prej njerëzve të vet, se gruaja tërheq ka veti. Te njerëzit e gruas shkon 2-3 herë në javë. Hajde shkoj, më ka marr malli. S'kena kanë ka herë. Sa kohë janë 4-5 ditë. Hajde të shkojmë prap. Më ka marr malli për nanën. Hajde të shkojmë aty, hajde të shkojmë tu, hajde gruaja të sjell ty mas vetit gjithmonë. Po njerëz tuaj si burr i lë mas dorët. I sheh herë në muaj, i herë në 2 muaj. Edhe kjo është lëkundja e ekuilibrit. Për të folur për drejtësinë nuk mjaftojnë kaç minuta, ama le ta dim se drejtësia është në themelet e besimit dhe kur tregohesh i pa drejt, qoftë edhe ndaj armikut, je duke i bën keq vetit më shumë, sepse Allahu nuk e toleron pa drejtësinë, prandaj edhe hakun e robit nuk e fal. Këtë ta kena parasysh dhe të përpiqemi maksimalisht për ta aplikuar në jetën tonë dhe me kaq e mbyllim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.